Numri i mjeteve rregore në Shqipëri ka vijuar të rritet me ritme të shpejta. Në fund të vitit 2025, në vend ishte regjistruar 1.048.092 mjete me status aktiv, duke shënuar një rritje për 9.3% krahasuar me një vit më parë. Autoveturat përbëjnë pjesën ndërmuese të parkut të mjeteve me 88.8% të totalit, ndërkohë niveli i motorizmit është shkëtur ndjeshëm, duke arritur në 361 autovetura për çdo 1000 banor nga 326 që ishte në vitin 2024. Sipas së gënave, qarku i Tiranës mban peshën më të madhe të mjeteve rrugore në vend në 34.7% të totalit, i ndjekur nga Durrësi me 13.6% e Fieri me 9.1%. Megjithatë, Durrësi renditeti i parë për nivelin motorizmit me 535 autovetura për çdo 1000 banor. Statistika tregon gjithashtu se parku automobilistik në Shqipëri mbetet i veturuar, gati gjysma autoveturave ose 45.7% janë të moshës 11 deri në 20 vjet, po ashtu 55.3% e mjeteve janë provuar gjatë periudhës 2000-2010 vjet, ndërsa 55.9% e tyre janë të pajisura me kambio manuale. Sa i përket markave më të përhapura, Volkswagen korreson me 19.7% e autoveturave në qarkullim, i ndjekur me Mercedes-Benz me 18.1%. Edhe pse nafta vijon të mbetet lëndë dikse dominuese, duke përdorur 72.1% e autoveturave, vjet re një rritje e fortë e automjeteve elektrike. Gjatë vitit 2025, numri i tyre është pothuajse dyfishuar me një rritje për 91.2% krahasuar me vitin 2024, duke sinjalizuar një orientim gradual drejt mjeteve me mijësore me mjedisin.